e cila prodhon produkte me bimë mjekësore të cilat janë shumë të shëndetshme. Dhe kam bashkëpunëtore fermere në teren mbi 50 gra që kultivojnë për kompaninë tonë. Këto janë gjethet e mullakës zezë. Këto i kombinoj me lloje të ndryshme të bimëve dhe kryesisht përdoren për kall. Por kemi edhe çajra të kombinuara nga 3 lloje të bimëve, 6 lloje deri në 12 e 15 lloje të bimëve. Kemi për shembull çaj hormonal, kemi çaj për infeksione urogenitale, kemi çaj për qetësim, për pagjumësi, çaj për detoks mushkrive, detoks temëve të gjakut. Përshëndetje miq të mi të mediumit shqiptar që krejt nga ana Dea. Sot kom ardhur në fshatin Kishnis të komunës së Graçanicës, tek zonja Havushe Bunjaku, e cila prodhon produkte me bimë mjekësore të cilat janë shumë të shëndetshme. E për me pa më shumë na ndeqni. Zonja Havushe, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni apo lodheni? Mirë, faleminderit shumë, ka pak jo shumë. Këtu kena ardhur Te 99 lule, në lule. i cili mirret me kultivim, grumbullim dhe përpunim të bimëve medicinale dhe aromatike. Tregona pak që sa kohë merresh me këtë punë dhe si e nise, nga lindi ideja. Ideja lendi unë jam e specializuar në shkencat e natyrës dhe njohuritë që i kam fitu nga universiteti fillova të zbatoj në praktikë. Kryesisht fillua me disa lloje të çajrave, duke i ditë vlerat edhe fuqinë shëndetësore që kanë bimë mjekuese dhe aromatike, fillova edhe ta hulumtoj terrenin dhe t'i shoh me potencialet që janë për kultivim, për grumbullim edhe për krijim të produkteve të reja. Pastaj nga tu i zbatua ato njohuritë teorike në shkencë, tu i praktiku, tu i eksperimentu, tash e kena bënë një gamë të madhe shumë të produkteve. Që sa vite the që Që 15 vite kemi fillu, nga viti 2010. e keni familjarisht apo me punëtor? Fillimisht kena fillu familjarisht, kurse tash kam edhe të punësum sezonal, gratë punësum me kohë të rregullt, me gjysmorare dhe kam bashkëpunëtore fermere në teren mbi 50 gra që kultivojnë për kompaninë tonë. Na e tërgo pak çka janë këtu, çfarë bimshin këtu dhe si bën atë procesin e tyne? Çfarë shërbej? Këto janë gjethet e mullakës zezë. Edhe gjatë sezonës ngrohtë, domethënë fund vjeshtës, ka një sezon shumë ngrohtë, kështu që pasi e kemi vjer lulet e mullakës dhe gjethet, përsëri ajo filloi dhe urret. Këto i kombinoj me lloje të ndryshme të bimëve dhe kryesisht përdoren për kall. Këtu gjithë i gjeni vetë? Këto janë të zonës, ku e kemi një zonë të certifikuar organike, janë mbi 3000 hektar, e përfshin një pjesë malësisë të konsiderueshme të Gollakut dhe aty ka një biodiversitet shumë i pasur i llojeve të ndryshme të bimëve. Na i mbledhim tegra ato, duke filluar që nga muaji prill deri në fund të tetorit e ndoshta edhe deri në gjysmë të dhjetorit. Kemi edhe shumë lloje të tjera që i kultivojmë, që nuk rriten në zonën tonë. Kemi marrë fidanet e farat prej vendeve tjera dhe i kultivojmë në përfusha të hapura, që paraprakisht ato toka janë të certifikuara organike. Këtu lart, për çka shërbejnë? Kjo është pelimi i ëmbël apo Artemisia annua. Përveç që kombinoj me bimë të tjera, ne e shesim edhe si çaj pelimin e ëmbël. Po vazhdojnë ato ecë dhe tu na tregu. Këto janë gjethet e hithit. Hithra është një mbretëreshe e bimëve. E këtu nuk djegin, kur t'janë thota? Djegin ka pak, po jo sukur që janë, jo sukur të njoma. Përndryshe që kjo o tha edhe e ka rujtë ngjyrën natyrale që ka qenë natyrë. A i kombinoni e kështu me zveta e bimet? Ne kemi edhe për secilin lloj nga një bimë, për shembull kemi çajin e melisës, çajin e shërbeles, çajin e kalendulës, të balsamit, të barpezmit, por kemi edhe çajra të kombinuara nga 3 lloje të bimëve, 6 lloje deri në 12 e 15 lloje të bimëve, varet krejt që është kriju formula dhe për çfarë efekte shëndetësore. Kemi për shembull çaj hormonal, kemi çaj për infeksione urogenitale, kemi çaj për qetësim, për pagjumësi, çaj për detoks mushkrive, detoks temëve të gjakut. Kanë rezultat pozitiv apo? Po u bazu në
studimet shkencore, këto bimë janë në sektorin e bimëve mjekuse dhe aromatike. Kur quhet bimë mjekuse dhe aromatike, kjo e ka efektin shërues. Edhe e ruan shëndetin, e promovon shëndetin, edhe ndikon mirë edhe për sëmundje të ndryshme. Efektet këto që i kanë veç duhet me qenë shumë i sigur që ashtu lloj bime, sepse ka njëherë ka shumë bimë që shumë ngjajnë me zeti, po nuk është ai lloj. Këtu e kanë sikur ne që kemi emën dhe mbi emën, edhe bimt kanë emën dhe mbi emën. Për shembull ka shumë lloje të shërbeles, po ne e kemi Salvia officinalis, do me thonë e kemi shërbelen mjekësore. Ka disa lloje të kalendulave, na e kemi calendula officinalis. Pastaj Melissa officinalis. Ka një numër shumë i madh është i bimës barpezmi që shumë e kanë mbledhë dhe gabimisht, që kur e kanë pru, tani e kemi pa që ajo nuk është ai lloj bime, po është Achillia millefolium. Do me thonë, secilla e ka atë lloj, nëse është ajo bimë që e ka atë emrin e sakt shkencor, atëherë patjetër që do të ketë efekte shumë të mira shëndetësore. Sa ka interesim të njerëzve dhe sa besojnë që këto bimë janë shëruese, me të vërtet për shëndetje? Kjo me kriju një besim të njerëzit edhe ka qenë sfidë edhe me u vendosë në treg, do me thonë ka qenë sfidë për neve. Kur po flasni për vitet 2010, do me thonë para 15 viteve, sepse shumë pak ka pas njohuri, edhe ka pas pak edhe përbuzje, do me thonë, sepse ne si popull pak i vlerësojmë gjanat e mira. Nashta më shumë e vlerësojmë dikun që e blejmë një raft marketit, që është shumë i shtrejt, ka ardhur për një vendi tjetër, sepse një bimë që e dim edhe e kemi pa në obar. Po na nuk i mbledhim në porobor, e kemi zonën e veçantë ku i mbledhim, sepse ona profesionale ato nuk ma lejon. Edhe kur e kum fillu biznesin, e kum fillu me shumë, jemi rrit shumë gadal, po e kum vendos edhe një mision, me ngrit sektorin e bimëve mjekuse aromatike, me promovu ushqyeshmërinë e shëndetshme dhe njëjtën kohë me kriju punësim. Do me thonë, këto produkte i kanë mungu tregut Kosovës, edhe na kena fillu kanë sfidë mi promovu, sfidë mi bind, do me thonë për me bleket produkt, sepse është i shëndetshëm dhe ka shumë vlerat mira shëndetësore, kështu që në mënyrë graduale besoj që kemi arrit, pasi që jemi që 15 vite në treg edhe vit pas vitit u rrit, do me thonë na kemi arrit e kemi ngrit këtë sektore, kemi ngrit edhe vetdijen për me i përdor këto produkte, sot unë e them që jam shumë e kënaqur, sepse të rinjët po i përdorin, sidomos nanat e reja për fëmijë. Sa ja keni pa hajrin si punë? E shikoni edhe fitimin, apo e bëni punë që e doni me? Keni qef me pa njerëzit e shërum, nuk e bëni për fitime? Realisht jo ndërthor, do me thonë, fillimisht ka qenë profesioni që më ka mbështetë dhe më ka fuqizuar këtë drejtim, edhe e kom ndi dyqysh se do të arriti, do të angriti këtë sektor, edhe me ofru një produkt shumë të shëndetshëm. Kur sot në Kosovë ne, do me thonë se është e mbingarkuar prej produkteve të importit edhe të produkteve të pakontrolluara, edhe të njëjtën kohë natyrisht edhe me kriju punësim, po ka qenë edhe ai pasioni për natyren, për mjedisin, për bimt. Janë ndërthur shumë faktor, edhe kur kam fillu me punu, ma nuk kam pas asnjë mëdyshje, asnjë herë me mendu që mu kthy mbrapa, po natyrisht të shkon mendja në njëherë, apo kupton që nashta nuk do të kish sukses. Po të e pa sot që është promovu këj sektor, edhe duke i pa gratë që janë kyç në këtë sektor, sepse nuk ka pas gra, ka pas gra kyçëra në bujqësi që janë marrë me përpunime bujqësore, po jo me përpunimin e bimëve mjekuse dhe aromatike. Dhe tash kur i shoh gratë, i shoh ato gratë që kanë marrë, të na kanë fillu njëherë bashkëpunëtore tona, kanë marrë inpute, kanë marrë bimë, fidane për neve, kanë marrë mbështetje, sepse fatmirësisht kom përfitu shumë përkrahje nga donatorë të ndryshëm. Gjithë grantët kanë qenë me partneritet, kemi participu edhe ne, edhe donatorët, edhe ju kemi ndihmu grave me kriju plantazhe, ju kemi ndihmu
i njoftë bimt, i kemi profesionalizuar këtë fushë, edhe tash ato veç kanë hap biznes edhe kanë fillu me këto produkte. Edhe kështu them që nuk ka qenë ky një projekt veç me i si një lloj koncepti që shka fillu me kriju produkte shëndetësore dhe me përfitu një të ardhuna për veti, po kjo është bërë dhe një lloj platforme që po fuqizohen gratë nëpërmes bujqësisë qëndrueshme dhe produkteve organike. Po vazhdojmë pak të kremat dhe çajrat. Na fillimisht kena punu me çajra, 3 vite, vetëm kemi grumbullu bimë, tegra prej natyrës, edhe i kemi i kemi paketu, i kemi ofru në treg si çajra. Edhe ato si çajra vetëm, do me thonë një lloj, edhe ato çajra që janë rritë egra në natyrë, në zonën tonë, si për shembull çaji i blinit, çaji i hithit, lullet e balsamit, lullet e barpezmit, pastaj shtogu, këto bimë. Ndërkohë tani kemi fillu edhe me përpunimin e frutave të malit, tharjen e tyre dhe pastaj edhe fermentimin e mollës së egër në ufull organike. Pas çajrave kemi fillu edhe me vajra, qyshet ceka në fillim, do me thonë këto janë bimë mjekësore, aromatike dhe janë eterovajore, dhe ato bimë që kanë vajra, kom fillu me eksperimentu me i nxjerr vajnat e tyne, fillimisht në mënyrë tradicionale, pastaj edhe kemi paraqit projektet e donatorët e ndryshëm, edhe me partneritet kemi marrë edhe pajisje si që janë destiluse, paketuset kremrave, miksera, pajisje që e prodhojmë, që tash do të fillojmë edhe me një produkt shumë të ri dezinfektues organik. Për shkak këto pas këm çojmë për hemoroide, sa është i shëndetshëm, a të shëron plotësisht? A jep një garancion që të shëroj? Na garancionin pas këni hormonal, hemoroide, të ndryshme. Vetëm në këto që i kemi paraqit këto që shkruajnë këto. Do me thonë, këtu shkruaj efektet shëndetësore, shkruan lloji i bimës, vendi ku është mbledh, mënyra e përpunimit, efektet shëndetësore, mënyra e përdorimit, edhe sa zgjatë përdorimi edhe afati. Do me thonë, krejt kjo këtu çka është, për këto japim, do me thonë, garancion. Këto nuk janë shkru veç të marrë diçka nga interneti apo të dëgju, këto janë krejt me bazë shkencore që janë vërtetu në laboratore të ndryshme të avancuara. Kjo këtu për çka është? Magji për shnet. Kjo është magji për shnet, është një lloj i çajit, i kombinimit të bimëve që përveç që është relaks, do me thonë është edhe për shëndet emocional dhe fizik, përveç që është si çaj relaksues, njëjtën kjo jep edhe imunitet organizmit për m'ju përballu gripozave të ndryshme. Këtu i tash jemi te kremat. E marrë në amliohet, shtu me i marrë. Qetësues bimor për reum. Kjo ka për reum. A ta shërën, garancion jo s'po... Këtu i ka të shkrume, edhe nëse kërkohet një garancion, nuk e kem këtë nga... Se ne dim që njerëzit kur jenë të interesu me di që a të shërën për një me, a jo? Këto bim kurojnë, do me thonë. Këto bim kurojnë, këto ndihmojnë në shërimin e sëmundjeve. Edhe sigurisht që kjo ka efektet larta shëndetësore, sepse është bimore, edhe i ka ato vajra të bimëve që ndikojnë relaksimin e ishtrave edhe të muskujve. Sa është një kësaj? Ne i kemi çmimet shumë të arsyeshme, pasi që janë edhe shumë produkte organike, i kushtojmë shumë rëndësi pastërtisë, edhe cilësisë produkteve, edhe anës mjedisore, edhe ekologjisë, po edhe standardeve më të larta ushqimore, sepse i kemi gjitha certifikatat. Kjo është 10 euro. Edhe që është shumë arsyeshëm. E ke vogla? Ajo është 5 euro. Kjo është 5 euro. Kjo është me për bukurit të fytyrës. Kjo është krem me qumshtin e vizë. Këtë nuk bëj bukur. Dhe është krema e ditës, është krema e natës. E këtu vajrat këto? Që ato përdoren, do me thonë, për përdorim të përditshëm. Këto vajrat janë të kombinuara,
disa janë vajra të pastërta të nxjerra me presion të ftoftë, domethënë me destiluse, ndërsa disa të tjera janë të nxjerra në mënyrë infuzive të kombinuara. Janë vajra për rrezatim, është një lloj vaje që përveç ndikon mirë për lëkurë, ndikon mirë edhe për zgjatjen e ishtrave të adoleshentët. Është hidratus për flokë, është produkti shumë i ri. Ky lloj është. Këtu janë 7 lloje të bimëve, a mundem me marr me Kjo është prej rozmarinës, edhe janë prej bimëve të certifikuara organike. Ti rrit flok ti shton aty. Kjo kurdo jo ka aromën shumë të mirë, pas lamjes po edhe për përdorim të përditshëm. Domethënë përdor flok. Për mi mjell flok, ma mirë e përdor që ta mi dal. E run, e pastron rënjën e flokëve, e nuk e di nëse kanë rak gjitha flokët, a mundet me ndiku kjo me dal, po për ndryshe e run shëndetin e flokës, ndikon në rritjen natyrale të flokës, domethënë zgjatjen, edhe e qetëson folikulat e flokës edhe e shtrëngon rënjen. Tregona pak këtu, kthehemi çështë. A janë aronia, a çka? Këto janë boronica. Boronica. Po, këto i bëjmë kombinime. Të thata që Po, edhe të thata, edhe si çaj, po edhe i blujmë e i kombinojmë me disa lloje të bimëve. Këtu lule dhe në bërë më duket i kam të qësi. Jo, kjo është mullaga e zezë, mundesh me pash diçka tjetra, po ato janë të tjera. Kjo është mullaga e zezë. Mullaga e zezë. Është bimë shumë interesante, është e veçantë që ka shumë efekte shëndetësore, përveç tovje kjo është shumë e mirë edhe për relaksimin e muskujve të lukthit, stomakut. Çfarë mendimi keni? A janë të gjitha të besueshme, të gjitha ato gra, ma shumë se gra po merren me këto punë, a janë të besueshme që kanë çoja bimor, mjalta bimor, e të ndryshme, të cilat garantojnë që shëron edhe tumorin apo kancerin? Bimt mjekuse dhe aromatike njihen që vite e vite, do të thonë me sheku janë përdorur për efekte të ndryshme shëndetësore, por sicilla që punon, do me thonë, sepse tashti kur te pash dikon që ka fillu edhe po punon mirë edhe po ka punë mirë edhe ka një imazh të mirë, fillojnë pastaj edhe dalin sikur këto kpurdhat pas shiu. Do me thonë edhe qysh me mund tjetrën, do me thonë edhe shkon në ekstremin që kjo e shëron edhe tumorin, e shëron edhe kancerin, edhe njerëz pastaj edhe besojnë edhe shkojnë e i blejnë. Jo të gjithë janë për mu besu, dhe mashtrojnë për përfitimet tyne. Nuk mujën e shumë me dhonë, nuk për këta, po mu e mëdhimet ky sektor mu banalizu ta me një farë mënyre, sepse po të qohen kaq shumë tash, do me thonë, mrenda vitit e din që s'janë marrë me asnjë punë tjetër, edhe mrenda vitit veç kur e shet që ka dalë me 10 produkte. Që shërojnë kancerin. Me vite e vite unë kom shku, me vite e vite derisa kemi ardhur këto produkte këtu kanë ardhur për një ditë, do me thonë me pajisje adekuate që i kemi, se i kemi po i pajisjet shumë moderne. Edhe një investim përveç anës financiare, është bën një investim anën që është studiu tregu, është studiu efektet e bimëve, do me thonë edhe në anë praktike, janë studiu në anë shkencore, edhe kemi arrit këtu ku jemi. Nështë kur ti pash me një herë e mrena vitit me ton atë gamë të produkte dhe ton atë garancion, unë po kam frikë që mos po e dëmton gjithë sektorin. Për vete nuk kam frikë, po kam frikë në përgjithësi. Do me thonë përgjithësi sepse duhet, secili biznes duhet që nënshtrohet disa procedurave. Për shembull licencimi, sikur ne që jo kemi nështru procedurave të licencimit, ne jemi licencu nga Ministria e Pylltarisë, pastaj procedurave të certifikimit, pastaj procedurave dhe analizave, sepse vajnat dhe kremrat, ne gjithë, do me thonë, çdo 6 muaj shkojmë dhe bëjmë analizën e tyre te Instituti i Shëndetit Publik. Në rast se kalon në për gjithë këto analiza dhe në rast se e vërteton që është ai lloj bime, sepse kur të thahet dhe kur të bluhet nuk dihet aty çka ka përdor, po kur ti kish standardet, auditimet edhe
kontrollat këto të ekspertëve dhe inspektorave të trupës certifikuese, do me thonë ti i ki gjitha bim të regjistruar që i grumbullon, vendin ku e grumbullon, sasin këtu që i ki edhe mënyrën se si e përpunon, atëherë ata ta japin një dokument që të i ki produktet organike, i ki ato produkte që i ki të listume, edhe këto shka janë këtu në tiket janë të vërteta, do me thonë edhe ajo është e vërtetë. Atëherë efektet shëndetësore sigurisht që do të ndikojnë për shëndet, do të ndikojnë për mbrojtjen e shëndetit, për një jetë shëndetshme që e mbrojnë organizmin, e fuqizojnë organizmin për ju përballu sëmundjeve të ndryshme, po edhe ndikojnë për probleme të ndryshme që i ka organizmi, probleme shëndetësore, këtu ndikojnë edhe i mënyrë graduale, do me thonë ndihmojnë edhe e shërojnë. Këto duhet me kanë këto procedura, pastaj që ne të themi se po është kjo, se mënyrën qysh po shoh, qysh po punohet, do me thonë po i mbledh dikon bimt edhe nuk dihet qysh i përzin, qysh i kombinon edhe nuk ka asnjë lloj kontrolle dhe të zbatuar asnjë lloj standardi, është pak për me u dyshu. A keni ndonjë ilaç apo bim diçka që mos ta them me shëru kancerin, po me i ndihmu sado pak? Me qenë se jo garancion nuk po sigurohet mashtrime jo. Shumë Molet me ndihmu sado pak tumore. Shumë bim ndikojnë në pastrimin e organizmit. Kur të ndikon bima me pastru organizmin, do me thonë i largon qelizat e këqija. Qelizat e këqija mbledhen edhe krijohen në tumore. Shumica e bimëve ndikon melisa, ndikon shërbela, ndikon lule radhiqe apo dandelone. Rënjet e lule radhiqës janë të vërtetume që ndikojnë, kanë efekte antikancerogjene. Por çdo njeri që është prek nga kjo sëmundje, do me thonë është mirë me shku barabar me konsultat e mjekut, me terapi mjekësore, edhe mi janë ndihmu me lloje të ndryshme të bimëve, por jo vetëm me bimë, sepse recetat për shërimin nga kanceri unë e kam librin, edhe është një doktor shumë i famshëm gjerman, që ai e ka shkruar këtë libër, aty është një terapi shumë e gjanë edhe një terapi shumë e gjatë. Po ai asnjëherë nuk thot me ndërprej kontrollat me mjekun, analizat mjekësore. Do me thonë, ai thot i vazhdon kontrollat dhe analizat mjekësore, pastaj edhe i përmbahesh terapisë. Përveç terapisë bimore, është pastaj edhe një formulë e ushqimit, është shumë e veçantë. A mendon që më mirë nashta është me i përdor një çaj antibiotik apo ilaçet antibiotikat mjekësore që t'japin me i marrë nga natyra? Sigurisht se këto nuk e kanë asnjë efekt anësor. Do me thonë, të gjitha llojet nuk kanë asnjë efekt anësor. Janë disa lloje përveç pelimit, që duhet më marrë me konsult mjekut apo me një sasi shumë të vogël. Ndërsa këto llojet bimëve këto që kanë mbrapa përdorimin të shkruar dhe kohën e përdorimit 3 javë, 1 muaj, pa asnjë problem, i përdor veç i përmbash udhëzimet që i kemi të shënuar në tiket. Asnjë efekt shëndetësor nuk e kanë. Por e mbrojnë organizmin për mos me ardhur deri te antibiotiku, por asnjëherë nuk duhet me anashkalu edhe antibiotikun, sepse nashta bima shumë ma vonë ndikon e organizmi e kërkon shumë ma shpejt. A nashta është më mirë për njerëzit që kanë sëmundje të ndryshme me përdor çajra bimore apo ilaçe në farmaci? Po ka shumë sëmundjet janë të ndryshme. Edhe janë lloje të ndryshme të bimëve që edhe lloje të ndryshme të sëmundjeve. Ka sëmundje kronike që me domos duhet i përdor, do me thonë barnat. Po ka sëmundje që është në hapat, në fillimet, edhe mundet të shpëton nga një terapi nëse fillon një jetë të shëndetshme. Pse njerëzit nuk besojnë? Fillimisht ndoshta të marrë shumë, të pa shumë që po prodhojnë dhe po kultivojnë dhe po ofrojnë ilaçe, edhe po japin shumë garancione me shumë siguri për diçka që nuk ka, ndoshta as pak e përafërt nuk është, edhe nuk
po ju besojnë edhe jo profesionalistëve, sepse është mirë mi besu profesionalistit, me pa, a është të punu në mënyrë profesionale, a është profesion i fushës, caktuar dhe pastaj të aj është mirë me ble produkte se është i sigurt. Përderisa kanë fillu gjithë të bëhen mjek popullor dhe t'ja kalojnë edhe mjekësisë, do me thonë aty edhe humb nështë besimi edhe në mënyrë graduale nështë edhe humb edhe do me thonë humb interesimi për blerjen edhe për përdorimin e këtyne produkteve, por unë i garantoj që produktet janë bin mjekuse dhe aromatike kanë efekte shëndetësore, janë shumë të mira, jo për këto që i kam për para pun që i prodhoj, por garantoj që nëse konsumojnë qajnë, atë bimëve mjekuse dhe aromatike, nëse përdorin kremra që janë prej luleve që kanë efekte të mira për lëkur, ju garantoj që kanë me jetu shumë mirë edhe shumë të shëndetshëm edhe kanë me ndi veten ma mirë. Por arsyeja aty ku sigurohem unë është sepse këto bimë me sasi shumë të madhe eksportohen jashtë, shkojnë jashtë shtetit dhe atje përpunohen edhe na kthehen ashtu si produkte të gatshme këto dhe nuk e di mënyrën e përpunimit. Por në gjitha vendet e botës janë të rregulluar këto përpunimi i bimëve mjekuse aromatike dhe në gjithë, sidomos Bashkimi Evropian i konsumon, i blen edhe në për gjitha rraftat e marketeve i ki qajnat e bimëve mjekuse aromatike. Unë të ndrej shumë për intervistën që gjithë e ku me realizu me njëve. Për mu ka qenë shumë knaqësi me i shpalos produktet tona edhe njohurit që i kemi në këtë fushë. Të ndrej shumë.